Një prej vendeve të kultit fetar, Kuzum Baba, e cila vizitohet çdo ditë nga qindra besimtar Bektashi dhe jo vetëm, por edhe turistë huaj, vazhdon të mbetet pa rrugë. Shkallaret, që cilësohen si rruga e vjetër e këmbësorëve, janë të amortizuara, duke pësuar dëmtime të tepërta çdo ditë që kalon. Besimtarët që kalojnë tek ato rrezikojnë edhe shëndetin, rrezikojnë të dëmtohen për shkak të gjendjes që është kjo rrugë sot. Pak muaj më parë u lançua se do të niste një projekt për rehabilitimin në total të shkallareve të cilat të çojnë në vendin e shenjtë Kuzum Baba, i cili vizitohet nga dhjetra besimtar Bektashi dhe jo vetëm të qytetit të Vlorës, veçanërisht çdo të njëjte. Por situata ka mbetur po njësoj, teksa rruga e këmbësorëve po rënohet dita ditës. Këto janë pamjet të cilat vinë nga rruga kryesore për të shkuar në vendin e shenjtë, e cila tashmë ka rëshqitur e tëra dhe është bllokuar, teksa nuk ka asnjë informacion nga punimet se kur do të nisin këto të fundit. Dherat të cilat kanë rëshqitur rreth 3 vite më parë kanë bërë që një pjesë e rrugës së këmbësorëve të bjerë poshtë, duke lënë në vend të saj një grop të madhe, të mbushur me barishte dhe shkure, e pamundur që të kalojnë këmbësorët. Këta të fundit ecin në një rrugë të krijuar nga ata vetë, e cila konsiderohet një shteg mes barishteve, shkureve dhe amortizimit të tejskajshëm. Fatmiri Zetaj është një prej besimtarëve Bektashi që çdo të njëjte vjen dhe viziton vendin e shenjtë. Sipas i Zetajt, rruga në këto kushte për të, por edhe për shumë besimtar të tjerë, është e mundimshme. Ai thosë se shpesh kjo rrugë është premtuar, por asnjëherë nuk është bërë, pasi projekte sipas tij kanë mbetur në letër. I Zetaj tregon se nuk ka shpresë se infrastruktura në Kuzum Baba do të përmirësohet një ditë. Shumë, sidomos tani në vap, që do filloj vapa, është e vështirë shumë. Se kur do vë dorë, po na rruga dhe i lodhur dhe na jetarëve. E bën çdo ditë, je banor këtu, banon këtë afër? Këtu, lartë mbi spital, mbi maternitet, vi çdo të njëjtë që ndes qiri. Çdo të njëjtë? Çdo të njëjtë, po. Pa investime, çfarë investime do bëjnë ta? Po që rruga andej është e bllokuar fare. Po rruga s'bet fjala ndej, çfarë? Ke shpresë se do bëhet një ditë? Thuhet do bëhet, po se kur do bëhet, kur tipi gomarin mbi shtëpi sot popull. Sipas informacioneve, projekti për rehabilitimin e shkallareve në Kuzum Baba duhet të kishte nisur tashmë nga puna. Ai parashikonte rehabilitim të rrugës në të gjithë gjatësinë e saj, vendosje të ndryshimit, mbjellje të pemëve të reja, rehabilitim të pjesës së segmentit, e cila ka rëshqitur, si dhe pastrim nga barishte dhe shkuret. Nuk ka asnjë informacion se kur punimet do të nisin, por ajo se çfarë dihet, çfarë dallohet edhe nga pamjet, është fakti se situata në Kuzum Baba është si mos më keq, ndoshta në gjendje më të mjerueshme vitet e fundit.